Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Është fakt i pamohueshëm se Zoti i Madhërisëm asgjë nuk ka krijuar pa urtësi dhe pa qëllim, dhe se asgjë s'do t'i mbetet rastësisë dhe pa përgjegjësisë në jetën e kësaj bote. E sidomos kur bëhet fjalë për njeriu, jetën e tij dhe veprimtarinë e tij. Çdo shoqëri në tokë, në të kaluarën, por edhe të tashmen, kanë pasur dhe kanë nevojë për njerëz të mirë, prej të cilëve buron e drejta, e mira dhe e duhura për jetën. Jeta kësaj bote është arenë ku e drejta, e mira e bën betejën me të keqen dhe fatkeqësisht shpesh herë fituesin e zgjedh vetë njeriu. Të ndershëm vëllezër besimtar, në përmbyllje të temës së kaluar, në lidhje me atë se ne duhet ta ndalim të keqen, me shpresën më të madhe në Zotin e Madhërisëm, do t'i përcjelli një 2-3 mesazhe nga libri i Allahut Azza wa Jall dhe nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të ndershëm vëllezër besimtar, nuk ka dyshim se jeta kësaj bote është shance vetme, ku njeriu përmes saj le gjurmë të mira apo gjurmë të këqija. Dhe shpesh në jetën e kësaj bote njeriu largohet larg të drejtës, merr një rrugë të gabuar dhe shpesh bëhet edhe me një farë forme argat apo mbështetës i të keqes. Vëllezër të ndershëm, asnjëherë e keqja nuk është e fortë, por e bëhet e fortë kur njerëzit me një farë forme i bëjnë hizmet asaj. E kur të forcohet ajo, e mbulon pastaj edhe të mirën, edhe të këndshmën, edhe të drejtën. Pra të ndershëm vëllezër, qëllimi kryesor i njeriu, i krijimit të njeriu, është që ky njeri të arrijë qëllimet më të mira të jetës dhe të distancohet sa më larg gjërave me të cilat mund ta ngarkon bagazhin e tij në jetën e bote. Vëllezër të ndershëm, nuk është njeriu ai i cili ka zgjedhur jetën, por është Zoti i Madhërisëm i cili ka zgjedhur jetën e njeriu. Nuk është toka vendi ku ne zhvillojmë jetën me dëshirë, por e ka zgjedhur dikush tjetër. E kjo tokë ku e zhvillojmë jetën, njerëzimin e përgjithësi, është sikurse anija lundruese. E dikush vjen më herët hyp në ani, dikush më vonë, dikush ndalen stacionin e parë, dikush dytin. Kryesorja kështu lundron kjo jetë deri kthehet te Zoti i Madhërisëm, e njeriu është krijuar për të lënë gjurmë pozitive në jetën e bote. Vëllezër të ndershëm, nuk është tragjike pse gabon njeriu, por tragjike është kur e keqja bëhet model. Të gjithë dietarët e mëdhenj që mirën me punë shoqërore, me studime shoqërore, thonë se rreziku më i madh për një shoqëri është kur e keqja i bëhet model. Rreziku më i madh i një shoqëri është kur humb modeli brenda shoqërisë, humb modeli mirë, dhe pastaj njerëzit s'kan model këta pasojnë dhe se si duket e mira. Dhe kur kemi fjalën këtu, transmetohet prej një shoku të pejgamberit sa që kanë thënë Hudhaife. I thonë Hudhaifes, cila është situata më e keqe që mund ta përjeton njeriu? Cila është sprova më e madhe që mund ta përjeton një shoqëri? Sepse kur i referohemi sprova vëllezër, secilit prej nesh ndoshta i shkon mendja, mund të sprovohet njeriu me varfëri, me skamje, me kujt di çka. Po nuk janë vetëm këto sprova me të cilat goditet shoqëria. Ka diçka tjera më të rrezikshme se kjo. Ato janë sprovat shpirtërore, mentale, konceptuale, me të cilat mund të goditet njeriu. Dhe Hudhaifja tha, sprova më e rëndë me të cilën mund të goditet shoqëria është, thotë, kur përballë tyre paraqitet mira dhe keqja, e shoqëria e zgjedh të keqen. Kur sprovohen njerëzit në këtë mënyrë dhe vrapojnë mas të keqës, sikurse me qenë e mirë, thotë kjo është kriza më e madhe që ka kapluar atë shoqëri. Dhe ne fatkeqësisht po jetojmë këtë kohë vëllezër që shpeshherë shohim modele të tilla, të gabuara, që rinia
i pason, duke mos e ditë se rruga e të këshijave shumë e shkurtë dhe pasojat janë të mëdhaja në familje dhe në shoqëri. Të ndershëm vëllezër besimtar, është shumë rëndësi me gjetë vetën jetën kësaj bote. Është shumë rëndësi me pa pozicionin tanë, ku je pozicionuar në këtë dunja, në krahun e kujt, dhe cili është ndikimi yt në familjen, në shoqëri dhe rrethin ku jeton. Sepse nuk ka mundësi në këtë dunja me ka një treti, janë dy. O kemi urrështu ka e mira dhe me i shërby të mirës, o kemi urrështu në krah të keqës dhe kemi shërby të keqës. Dhe jeta ka më të kalu ditë pas dite, javë pas jave, dhe në fund kime pas se ti ke qenë njani prej dyve, s'mund me qenë mesatar. O ke qenë për atyre që ke lanë gjurë pozitive në këtë dunja, o ke qenë për atyre që ke lanë gjurë negative. Vëllezër të ndershëm, kur kemi fjalën këtu, është transmetu një hadith me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili po shkruan dy kategoritë njerëzve. Thotë Rasulullah, ka disa njerëz që Zoti i Madhërisht i ka bërë qelës për të mirën dhe dërim për të keqen. Çka nuk kupton qelës për të mirën dhe dërim për të keqen? Thotë i hapën porët e jetës dhe ai gjithnjë anon ka mira dhe bën mirë. Dhe është dryje të keqës, që nuk kupton se s'ka mundësi e keqja kur me deportu për mes ti. Ky as nuk bën keq, por as se përka të keqen, e as se motivon të keqen. Dhe fatkeqësisht thot pejgamberi sa, ka njerëz në këtë dunja që Zoti i Madhërisht i ka bërë qelës për të keqen e dryj për të mirën. Nuk ka punë të keqen në këtë dunja që se jetë atina. Dhe ka bërë Zoti dryj për të mirën, që nuk kupton se ka me jetu tani jetën, kërkush s'ka me majt men çfarë të mire ka pa. Ku e keqje kime pa në sa para ta. Zotë runa për atyre njerëzve që Zoti i Madhërisht i ka bërë me një farforme qelësit keqës dhe dryjit mirës. Bën qelës për çdo të keqe të mundshme në familje, në shoqëri. Ke pa nga njerë me 2-3 fjalë të vogla e tregon pozicionin e vet, se sa është konfliktuaz, sa është negativ e kështu me radhë, dhe ku ka vepër të keqe e gjen ata në safin e parë. Zot runa prej kësaj kategorie, sepse këta mund ta fundosin fatin e shoqërisë. Të ndershëm vëllezër, historia ka dëshmuar se mes betejës mes të mirë dhe të keqës, shpeshherë njeriu e ka përcaktuar fatin e fituesit. Edhe sot në kohën tonë, ku bëhet betejë mes të mirë dhe të keqës, e dini që ne muna me nxjerr fituesin dhe ne muna me nxjerr humbësin? Nëse ti rreshtohesh me të keqën, ka me fituaja. E nëse rreshtohesh me të mirën, fiton e mira. Pra ti si njeri edhe unë jemi përgjegjës se kanë po e bojnë fitues në fund të këtij epilogët të madh të jetës. A po e bojnë fitues të mirën, të drejtën, të këndshmën, apo po e bojnë fitues të keqen e cila prish gjithçka dhe prish balancat e jetës. Pra shumë rëndësi vëllezër ku pozicionohemi ne si musliman. Është shumë rëndësi në familje ka anon ti, dhe shumë rëndësi në shoqëri ti ka anon. Kush mbështetet ty dhe çka pret njëri prej teje. Të ndershëm vëllezër e kanë pyet pejgamberin, kanë thonë, cili është njeriu më i mirë në këtë dunjë? Ka thonë ai i cili nuk pritet kur sherr prej tina. E cili është njeriu më i keq në shoqëri? Thotë ai i cili nuk pritet kur mirë prej tij. Keni pa mënyrë konfigurative, mënyrë fizike, dy personalitete, dy persona për shembull. Që këto në gjuhën e psikologjisë i thonë personi pozitiv dhe personi negativ. Keni pa prej njënit, për shembull, sa një ish i qetë, i lumtur përballë ti, dhe ti i sigurt se s'pret kur gjan keq për tina. Dhe personi tjetër, i cili është mbush me të këqija, ju ka dhënë në dorë qelësit keqës, ki frikë, sepse prej moment pret gjithçka prej tij. Pret të pandershmen, jo të kajshmën e kështu me radhë. Pra besimtari gjithnjë duhet më pozicionu ka e mira. Të ndershëm vëllezër, ne jemi udhëtar të përbashkët në rrugët e jetës. Sot jemi 7 miliard njerëz, parafërsisht, plus minus. Të gjithë jemi
udhëtar për një rrugë të përjetshme. Dhe të gjithë kemi hyrë me një ani që quhet tokë. Por nëse ja lëm anijen në dorë të këqive, fundoset. Dhe shembullin më të mirë mes të keqes të mirës e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Numan bin Bashir. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditë për ditëve, shembulli njerëzve të mirë, tha dhe shembulli njerëzve të këqij. Sikur si shembulli i atyre që udhtojnë në ani. Në ani kanë hyrë dhe njerëz të mirë dhe të këqij. Edhe të këqijt një ditë për ditëve thonë diçka, a jemi të lirë na? Që unë du me bën çka duane. Çka bën? Thotë ky do me shpërthy anijen. Nëse të mirë të heshti, e lanë me shpërthy anijen. Edhe hyn ujë mbrana. Kush fundoset? Vesh të këqijt apo të mirët? Fundosën të gjithë. Fati i shoqërive në dunja këtë jetë është i njëjtë vëllazër. Nëse të këqijt i marrin frajtë e dunjas në dorë dhe imponojnë gjërat e këqija, edhe të mirë shkatërrohen. Për këtë arsye, një prej shkaqeve pse kanë përfunduar dhe kanë shkatruar popujt e mëhershëm që kanë qenë më të pasur se na, e ka përmendur Allahu në Kur'an. Ka thonë kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, thotë janë shkatruar sepse nuk i kanë ndaluar të keqen. Ka thonë ti e ki për veti, unë e kam për veti. Jo, nuk është kështu. Nuk është kështu. E mira është detyra jone. Edhe të keqen është detyra jone me ndalë. Momentin kur thojmë me keq është ti ban çka dush e ki për veti, e kena prish gjysmën e fesë, vëllazër. Sepse nuk ka mundësi të ndërtohet shoqëria nëse jeshmi përballë të keqes. Por ne duhet të reagojmë në mënyrë më të mirë të mundshme. Në familje, në shoqëri, edhe të paktën me i thonë se ne nuk jemi me ty. Vëllezër të ndershëm, dhe tu pe përfundoj përballë të keqes, edhe klithmat e fundit, nëse ti po të mundësia me fol, kemi deklaruar me thonë se jam me të keqen. Që një shembull thjesht. Me Nuhin alayhis salam. E ndërton anijen dhe vjen momenti me i thonë njerëzve hypni në anijen e shpëtimit. Edhe drethonat më të vështira të mundshme, ku uji i kalon çdo kufi, ai e tha fjalën e fundit: "O ju njerëz, sa e keni gabim. Dhe keni me pagu çmimin e të keqes. Po ju ftoj ti bashkangjitit mirës, dhe ftoj djën e vet, tha o bir jam bashkangjitit mirës, po ndryshe marrove me ato të këqit, dhe zbret ajetin Kur'an Allahu wa hala bainhum al-mawj." E pastaj mes të në dy fjalëve të tij, që i thanë drejtuar popullit dhe njerëzve, tha Allahu ndërhyri vala wa qudhiya al-amr, dhe mbur fund gjithçka më. Në ditë do të merr fund e keqja. Por ka me marrë me veti shumë për njerëzve tonë, për familjarëve, për miqve, dashamirëve, për atyre që kemi dashur, por kemi heshur kanë bërë keq, e si kemi këshilluar në rrugën e drejtë. Të ndershëm vëllezër besimtarë. Është detyrë e secilit prej nesh, me aq sa ka mundësi, të i thot jo të keqes, dhe me aq sa ka mundësi të kontribon në raport me të mirën. Por ndryshe nuk ka efekt besimi, sepse të gjithë dietarët kanë mendimin se shtylla e gjashtë e Islamit është me ndalë të keqen. Do të fundosemi me shumë njerëz, me shumë familje, me shumë shoqëri, nëse heshmi sot. E keqja ka marrë për masa të mëdha. Si duket ne kemi mbyllë syt para të këqijave që po i shohim. A kur ato të na godasin me të madhe, do ta shohim se kena gabuar me gabimi ka qenë atë ditë kur kena hesht përballë të mirës. Dhe këtu po e përfundoj me një prej dialogit të një dietari të madh i cili e këshillon të njërin prej nxënësave të tij dhe i thoshte njëri prej nxënësave: "O hoxh, e kam tani farë përshtypje dyqysh në farë mendjen teme se bëhet një betejë e madhe mes egërsirave, thot mes bardhës e të zezës, thot cila fiton?" Dhe dietari thot: "Nëse dy ujq të vegjël i ke marrë në shtëpi, edhe njënin e ushqen, njënin se ushqen, cili bën më i fortë?" Tha ai që ushqen.
Tha nëse u shën të keqen, keqa bëhet me forë se mira. Vallahi e keqa nuk është e fortë vëzër. Aja si shkuma detit. Po kur heshtë e mira e bëhet e keqen. Mos heshtni për bëhet keqës. Në gjallë në vedijen e reagimit në familje, në shoqëri, në bisedat të ndryshme, dhe deklaroni se semi me të keqen. Ne jemi popullin ndershëm dhe ka koha që t'i ruajmë vlerat e tona, familjare, fetare, kombëtare, dhe pastaj të rrugtojmë sa ka thënë Zoti edhe në analit jetës bashku me ato që vinë pas neve. Këtu pe përfundoj për shakos, me lenin Allah Azza wa Jall me vazhdu në xhuman e ardhshme. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. El-Fatiha.